Autoritetet vendore po vijojnë ndërhyrjet në terren për menaxhimin e situatës së krijuar nga rreshtet e dendura të shiut nëpërmjet dhe zonat përreth, ku përmbytjet shkaktuan dëme si në infrastrukturë, ashtu dhe në banesa, duke sjellë pasoja për banorët. I kemi ndjekur me shumë përgjegjësi dhe me shumë angazhim nga ana e strukturave të bashkisë, të rrugëve rurale apo të bordit të kullimit, po edhe nga brigada e mirëmbajtjes. Aktualisht që flasim në njësinë Çarshov, të gjitha rrugët janë të kalueshme dhe kishim shumë pak problematika. Në njësinë administrative Petra ne kemi punuar gjatë gjithë kësaj kohe, kemi stabilizuar shumë fshatra. Aktualisht kemi problematika për sa i përket rrugës, për momentin vetëm në fshatin Delvin. Sigurisht që rruga është e kalueshme, por kemi disa problematika që do t'i shikojmë në ditët në vijim. Problematikat më të mëdha i kemi pasur në njësinë administrative Frashër dhe në njësinë administrative Piskov, ku ne kemi patur edhe përqendrim më të madh të gjithë fuqisë punëtore të Bashkisë së Përmetit. Kemi zgjidhur të gjitha problematikat për sa i përket njësisë së Piskovës, kemi disa problematika të vogla që jemi duke i ndjekur. Rruga e Frashërit është bërë e kalueshme pa gri Frashër. Kemi disa problematika për sa i përket fshatit Miçan, Vërçisht apo Ogren Gostivisht. Për sa i përket segmentit rrugor që ndiqet nga autoriteti rrugor shqiptar nëpërmjet edhe një firme të kontraktuar nga autoriteti, aty kanë qenë prezente edhe inxhinier të autoritetit rrugor bashkë me firmën përkatëse që e mirëmban këtë aks, edhe që sigurisht po shikohet mundësia për ta eliminuar atë problematikë që është shfaqur në këtë aks. Ndërkohë, nga Bashkia e Përmetit ka nisur procesi i evidentimit të dëmeve në bashkëpunim me grupet e verifikimit në terren. Sigurisht para në institucionin tonë kanë ardhur dhe kërkesa vetë edhe nga qytetarë, por ne jemi në terren për t'i parë nga afër dhe konstatuar të gjitha dëmet që janë bërë, jo vetëm në infrastrukturë, por edhe në shtëpitë e komunitetit, për të arritur pastaj edhe tek vlerësimi që po bëhet hap pas hap. Përmbytjet kanë shkaktuar dëme në infrastrukturë, toka bujqësore dhe disa banesa, ndërsa po punohet për normalizimin e situatës dhe garantimin e sigurisë së qytetarëve.